O miq, mirë mbrëma, ju përshëndes shumë. Themi nga një fjalë në këtë foltore tona personale, se pale një fjalë këtu, një gur këtu, bëjmë ndonjë urë. Ura mbi toksore dhe ura nën toksore, po jo si urat e Librazhdit edhe urat edhe tunelet e Belindës. Të bëjmë të forta cilësore. Po filloj që mos ju marr shumë kohë se sot keni për të dëgjuar gjëra shumë interesante në media, lloj opinionesh. Vlen shumë për jetën, opinionet e këtyre vlen për jetën aq shumë sa që të bën të çohesh jo si mumje, po si vimje. Këta të heqin dhe të zhveshin çdo lloj dinjiteti që mund të ketë njeriu. Të dalë direkt në temë për ngjarjen e sotme. Jo për ngjarjen e sotme që kishte dalë dielli, nuk e kam për këtë lloj ngjarje, nuk do komentoj daljen e diellit sot. E di që kur del dielli harrojmë gjitha, po mirë është të harrosh vujtjet e tua personale kur del dielli, po jo gjërat që janë dhe gëllojnë akoma dhe ndikojnë jetën tënde. Që të kalojmë prapë në temë. Sot ishte një moment në politikën shqiptare ku po pristim që të ndodhte një ndryshim i shumëpritur të hapej rruga për arrestimin e numrit 2 të qeverisë. Se tani asaj gruaja i ra gjithë themi atë që është gjithë përgjegjësia për momentin, për gjithë korrupsionin qeveritar dhe për gjithë korrupsionin e sistemit. Ndërkohë ne presim që i gjithë sistemi të hapet rrugë për arrestimin e tij apo për faktin që të shkojë drejta në vendin e vet dhe secilit marrë atë të drejtën e tij që meriton. Po këtu patsipëria nuk pas ka fund dhe unë sinqerisht edhe personalisht nuk e kuptoj deri kur mund zgjasë kjo gjë, se hajde shtyve edhe një herë, hajde shtyve mbledh edhe një herë, po në një moment do mbaroj gjëja. Për çfarë bëhet gjithë kjo vënes, sepse tashmë ka marrë rrugën. Tashmë akuzohet për 9 vepra penale paralelisht kjo zonja Balluku. Mua më vjen edhe keq ndonjëherë se e merr gjithë përgjegjësinë një njeri. Jo se s'ka përgjegjësi, ka. Kur duhet ta marrë, duhet të shkojë përgjegjësia aty nga zhburimi, nga sorsi, nga është të gjithë gjëja, çfarë ka sipër reflektohet poshtë, çfarë ka poshtë reflektohet sipër. Pa ajo që më bëri më shumë përshtypje dhe për cilën një nga arsyet që po e bëj këtë video është deklarata e ministrit për marrëdhënie me parlamentin, Taulan Balla, u zgaboj quhet, ai është se ka shumë, sot ishte i brendshëm sot për parlamentin, se është bë tip gjithollogu ky, gjithandej. Njërë del për futbollin, njërë del për UÇK-n, që kishin qenë këta në luftë, këta thonin direkt armikut, mere, e shisnin kështu direkt, ç'është po këta i ra dita sot të bëjnë si patriot. Ky personi tani tha, mjafton tha me pezullimin, nuk ka nevojë për mas tjetër. Tani ku e gjin guximin ta njerëz, është pyetja ime. Që dalin mbi institucionet, i cili është institucioni prokuria e posaçme antikorrupsion, struktura e posaçme antikorrupsion. Bëri edhe një deklaratë tjetër prapë sot kundër gjykatës kushtetuese që rrëzoi atë nismën e këtyre për të pasur 11 komisione parlamentare dhe thatë me të vetëm 8. Pra bëri 2 deklarata kundër 2 institucioneve të cilat në një moment të vetë mund të ka në dorë të shkatërrojnë dhe karrierën e këtij, edhe jetën e këtij dhe të gjitha. Këto e ka në dorë. Të me çfarë ta gridel mbi dhe thotë nuk ka nevojë për mas tjetër. Po si s'pas ka nevojë për mas tjetër dhe mjafto ka pezullimi, po ata njerëz pafashëm që rrin presin me vite tëra paraburgim. Derisa mbaroi gjithë procesi gjyqësor, po ata pse rrin paraburgim ata pastaj? Po kjo zonja duhet të bëjë jetën e saj mondane, edhe ju bashkë me atë. Pse? Ç'është ky standard e dyfish? Se është çfarë? Se është ministre të butet është çfarë?
Ç'është me këtë nenin me 2-4 sa ishte 2-4-2 çau bë me këtë nenin. Pse nuk po shfuqizon gjykata kushtetuese këtë nenin? Çfarë po bëhet? Do lihet shumë arrest, të shtyhet gjëja derisa të çimentohet ky pushtet e këtyre. Çfarë? Se të gjithë e dim, nuk është çështja vetëm për zonjën. Është çështja se cilët mbrojt prapanisë të vet aty. Dhe gjithë to dy institucione që ai po sulmon sot dhe ai dhe Ulsi Maja, Ulsio. Këto dy institucione janë institucione që vendosin edhe mbi karrierën dhe mbi jetën atyre mund t'japin fund në 1 sekond. Si dil ka ky përfaqësues i parlamentit, që parlamenti në shumë të ri është institucion i pavarur, nuk është thjesht pushtet legjislativ dhe është më vete për nga funksionet dhe për nga pushteti i kufizuar që i takon vetëm asaj pjese. Se këta po prishin dhe gjithë balancën e pushteteve. Por është institucion i pavarur. Nuk ka ndikim të këto institucionet të tjera, që këtu drejtësia tjetë më e poshtra, më e korruptuara, dhe unë kam gjithë rezervat e mia, se kam me gjithë vetë kurizë dhe shumë prej jush. Prap do zgjidhja, prap, edhe më e poshtra tjetë, edhe sigur 2 vetat kënë ngjerë të pa korruptuar, prap do zgjidhja të mbi pushtetin ekzekutiv dhe legjislativ, prap do zgjidhja atë. Edhe sikur tjetë më e poshtra. Tjetër gjë që doja të thoja këtu, ky spaku, kjo strukturë e posaçme antikorrupsion, kur do e mbaroj këtë mision, mor zotri, kur do e mbaroj? Kur ti mbaroj ka afati fare? Kur sepse po i bën dhe njerëzit u mbasin gjithë besueshmërinë të ky institucion që i varen shpresat aq shumë. Ky mund të nxjerrë dhe na tre apo kur do e konkludoj, kur do e përfundoj këtë mision? Sa do të na të reja të nxjerrë, duke zvaritur procedurat pafund dhe njerëzit fillojnë u mbasin besueshmërinë të ky institucion, siç duket që ka rënë shumë besueshmëria e shqiptarëve të institucionit Spakut, por bashkë me Spakun dhe gjithë ata aktorët e huaj që janë të përfshirë në gjithë të proces. Shqiptarët po fillojnë të humbasin edhe besimin tek aktorët e ambasadave të huaja dhe posaçërisht tek gjithë aktorët që vinë nga Amerika, apo përfaqësuesit amerikanë dhe përfaqësuesit perëndimor për këtij procesi që po zgjat pafund. Do thoni ju pse ka shpresuar, pse kanë hedhur gjithë shpresat vetëm te ky institucion. Po ç'të bëjmë tani? Po dilni gjë juve? Do dilni apo s'do dilni, se kam thënë 100 herë të këto videot e fundit. Do dalim apo s'do dalim? Po jo kur ftohet supa të keqe nëna. Jo një herë në 10 ditë siç bën PD-ja. Do me thënë ngjarja ndodh sot, protesta e PD-s është mas 10 ditësh. Mas 10 ditësh njeriu a është gjallë as është gjallë, çdo ditë është një ditë e re. Pse nuk i bën pse s'bën protesta për ditë PD-ja në këtë situatë? Se do filloj të mendoj që më shumë shërbim me majt pushtet këtë që është kryeministër. Pse nuk i shton intensitet? Kjo është një sugjerim, se unë nuk jam partiake, nuk jam asgjë, por jam opozitare nga natyra dhe jam me të drejtën. Pse nuk po e shton përpjekje? Ç'është ky revolucion 2-3 orë, faleminderit që erdhët. Si shpërndat aty 90% protestuesve për 1 orë? 90% për 1 orë. Protestues nuk janë ata tërshtypar, bravo, Steli Berisha me 2 gishta që presin të kapin imposte dhe që janë me dosje për vete edhe që u kanë qenë drejtora, o kanë një afërm drejtor, që duan ta bëjnë drejtor, o që kanë patur drejtorë dhe që kanë detyrime. Nuk janë këta. Jo, ishte gjithë bulevardi i mbushur aty. Dhe ishte i mbushur me njerëz pavarur. Dhe shumë njerëz që njëja personalisht kanë qenë aty dhe i kanë zhgënjur. Ç'është ato kur ftohet supa? Sa aq supa ftot? Asgjë sa të ftot. Vetëm i gjë servire të ftot. Tjera të ngrota. Që mua s'më intereson fare, mua më intereson qytetarët pavarur. Edhe secili të ketë të nxjerrë atë të vuajtjen e atij edhe të brendshmën e tij edhe të përdorë të gjithë të drejtën kushtetuese të fjalës lirë. Po gjërat kanë një lloj kronologjie dhe ka një lloj paralelizmi në momentin kur ndodhin që gur të betur. Për një më që ti se vë, fjala mur bëhet ur. Dhe shtëpia ngel pa mur. Por me një ur bëhet
Kalo shtëpi tjetër pastaj, pale bëhet dhe kështjell. Tani ç'të themi tani? Fjala më që ti se vë, për një më që ti se vë, fjala mik bëhet ik, zhbën kështu more besnik. Edhe kjo qëndron. Po ne na interesojnë urat në këtë moment, po jo ura si të këtij librazhit që shëmben, këtij shkurreve të librazhit që pyet i ka prerë. Si dim edhe se Shqipëri dihet edhe se këta dhe thënë vetë si kanë bërë pasuri të fillim. Këta kanë prerë dhe më shkoj goja këtej mua, do hapet dheu, se s'tonin kot gjyshet tona, do hapet dheu, do na përpi të tërë. Ngeli duke u hapur dheu. Për 2 ditë është hap dheu gjithandi. Me këto kisha pak a shumë unë. Eva në thia. Dhe uroj pastaj se cilët të reflektojë dhe të fillojnë flasin, të lëvizin sepse pastaj bëhet e pamundur më që të mund të ndikojmë ne si shoqëri, si qytetarë të lirë në pushtetin e këtyre, po vazhdojnë ta çimentojnë kështu. Sepse po e çimentojnë pushtetin. Po bëjnë mur me ne, po bëjnë një mur. Mos e lejoni të bëjnë një mur. Ata kanë bërë mur, po e bëjnë hermetik fare. Ju përshëndes. Natën e mirë. Qet mirë ato.